Në atë periudhë që thot Albi, po dhe pak më parë që nga fillimi i 97-s, 98-s, doli një kështu një shumë e bukur i thoshte humbi dinjitoze, pra. Në media zbuluan një titull, humbi dinjitoze. Tok fjalën. Shikoj, në kohë moderne filloi kjo, humbe lojën, fitove zemrat, e kuptova, po. Dhe lutet njërë Shqipëria me Hollandën. Cika pjesëmarrje. Ajo është kur do talësh. Edhe lutet njërë Shqipëria me Hollandën, në 2007-ën, po që bëri gol minut në Van Nistelrooy, minut 93. Gjeti golin mu, minut 93. Unë bëri gol Bogdani, anulloi, doli Cana me të kuqe me Schneider, super neshje. Në që me Holanda ishte o zot, Robert Schneider, Van Persie, unë të larë gjithë më të mirët, Van Basten të ranjerë, edhe mbaron dhe ishte shkën gazetën, dhe shqip dhe të vija titullin, tha fat mirë, bej titullin e faqes parta. Edhe tani që humbi dinjitoze kjo nuk diskutohet, po si ta shtoja, edhe e ndryshova, e vura humbi e bukur, fitore e shëmtuar. Pra vura një duel Shqipëria atë dhe për ne humbi e bukur dhe fitore e shëmtuar. Se realisht atë ndjesim dhe që fitore atyre ishte shumë e shëmtuar dhe humbi e unë ishte shumë e bukur.